Vetëm pak ditë para zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, ish kryetari i LDK-s, Isa Mustafa, ka komentuar listat zgjedhore të partive politike duke thënë se një pjesë të madhe të kandidatëve nuk e sheh personalisht. Mustafa theksoi se përgjegjësia për përzgjedhjen e tyre u takon vetë partive që i kanë propozuar, ndërsa ai nuk ka dashur të jepte vlerësime të mëtejshme për emrat e rinj në listë. Listat për deputet nuk mund t'i komentoj sepse një numër të madh të kandidatëve nuk e njoh. Sigurisht, se e njoh ose do duhej t'i njohin subjektet që e kanë propozuar, ka thënë ai në një prononcim për IO. Ndërkohë, Mustafa pret që rezultatet zgjedhore të sjellin ndryshime pas periudhës së gjatë të bllokadës politike, duke parë votën e qytetarëve si mundësi për stabilizimin institucional dhe orientim të ri për vendin. Ndryshime në rezultate pas gati një viti bllokade do duhej të ketë. Ndryshimet i shoh si reflektim të nevojshëm të qytetarëve me të drejtë vote për ta stabilizuar vendin dhe për ta vënë në binar normal të zhvillimit ekonomik, arsimuar, shëndetësor dhe integrimit euroatlantik. Në këtë kohë, kur ka ndryshime globale shumë dinamike, ka thënë ai, sipas tij, Kosova ka nevojë të rikthehet në binar normal në shumë sektorë, sidomos në një periudhë me zhvillime globale të shpejta. Komandanti i KFOR-it Ozkan Ulutas është takuar sot me kryeministrin në detyrë të Kosovës Albin Kurti. Për këtë takim ka njoftuar KFOR-i në faqe zyrtare, ku ka bërë me dije se bashkë me Kurtin kanë qenë edhe ministri në detyrë mbrojtjes Ejup Maqedonsi, si dhe ai i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Sipas njoftimit, Ulutas dhe Kurti kanë shkëmbyer mendime mbi forcimin e bashkëpunimit ndërmjet KFOR-it dhe institucioneve të Kosovës. General Ulutas theksoi angazhimin e palëkundur të KFOR-it për të vazhduar kontributin e tij në sigurinë në të gjithë Kosovën dhe rajonin Mëgjër, theksohet në njoftim. Në fund të njoftimit thuhet se KFOR-i punon në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe misionin e BE-s për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX.